Po ka po besoj që tashmë edhe po dëgjojme, kanë janë bjenë mësyshe në këto lidhje direkte, sidomos kur jemi në hapësira të mbyllura dhe ju kërkojmë ndjesë sepse mund të kemi probleme me sinjalin. Thash kemi kaluar në fakt në një prej qendrave më të mëdha në qytetin e Gjilanit, jemi në shkollën Abazajeti ku kjo qendër tashmë numëron prat që të ketë votues të shumë, qytetar të shumë, pasi thash është një prej qendrave më të mëdha mbi 11.000 votues. Afër meje apo për krah meje kam edhe drejtorin e kësaj shkolle, zotin Arsim Bejtullaj, i cili do na tregoj se a ka shkuar gjithçka në rregull deri në këto momente, në këto orë të para të mëngjesit të hershëm dhe a janë pajisur me materialin zgjedhor. Zoti Bejtullaj, mirëmëngjesi. Ju uroj fillimisht punë bardhë, uroj që ky proces zgjedhor të shkojë siç më së miri. Si ka nisur? A ka nisur gjithçka në rregull? Faleminderit. Sikurse edhe herën e kaluar, qendra e votimit është hapur me kohë, materialet e ndjeshme dhe të ndjeshme kanë ardhur me kohë, komisionerët që janë prezent, po njashtu edhe vëzhguesit, dhe deri me tani çdo gjë po shkon sipas planit. Pra jeni pajisur gjithçka dhe me materialin zgjedhore dhe gjithë vëzhguesit janë pajisur me bexha, me gjithçka tjetër. Gjithçka është në rregull deri me tani. Si pritni që do ecë kjo mbarvajtje e këtij procesi zgjedhor, le të themi sa i përket tashmë janë vetëm 2 kandidatë që do votojnë, po sa i përket numrit të qytetarëve apo numrit të votuesve, si pritni që do shkojnë në përgjithësi? Sa i përket numrit të votuesve, ne nuk mund të parashikojmë asgjë, mirë po mund të themi se ne po mundohemi që ta kryejmë detyrën tonë si menaxher i shkollës në mënyrë që të gjitha përgatitjet të jenë me kohë, votuesit të jenë të orientuar për vendvotimet e tyre dhe kjo është ajo që ne duhet ta kryejmë. Faleminderit shumë për këtë Dona. Kënaqësi. Ne besoj që do lidhemi prapë edhe në lidhjet e tjera direkte sa i përket të mbarvajtjes së procesit zgjedhor në këtë raund të dytë. Tash jemi në një prej qendrave më të mëdha në këtë qytet. Patjetër që do ju bëjmë të informuar edhe në qendrat e tjera, po ashtu edhe në vendvotimet ku pritet që të votojnë 2 kandidatët pretendent për të qeverisur për 4 vite radhazi në qytetin e Gjilanit. Pyetja ime shpesh është se si do ecë kjo mbarvajtje për shkak që ndoshta edhe koha është pak më e vrantë, është me reshje shiu, kështu që le të presim apo shpresojmë që edhe interesimi i qytetarëve të jetë sa më i madh. Në ndërkohë thash që ne po e shohim një interesim gjatë madh të qytetarëve, sepse në ndërkohë do t'ju sillim edhe intervista se çka presin nga këto zgjedhje apo çka presin nga ky raundi i dytë. Thash pas qytetit të Gjilanit ne do vazhdojmë të jemi edhe në qytetin e Vitisë dhe atë të Kllokotit, ku tashmë dihet që qyteti i Kllokotit është një risi apo një garë në vete, nuk mund të themi që është garë, është zgjedhje me balotazh, po garë nuk mund të themi pasi njëri prej kandidatëve vetë është dorëzuar në minutat e fundit. Mirë, po le të shohim se si do ecë edhe në atë qytet, edhe në qytete të tjera ku do jemi në monitorim e sipër, kështu që le të shohim se çfarë pritet nga këto zgjedhje edhe gjatë tërë ditës, se a do të ketë interesim të qytetarëve për këtë mbarvajtjen e procesit zgjedhor.